Jusuf Jaçaj, 58 vjeç, një emër i njohur për policinë dhe prokurorinë e Sarandës, ka qenë objektivi një atentati me tritol, pak para mesnatës që i mori jetën. 58 vjeçari Jaçaj po lëvizte me automjetin e tij, kur shpërtheu lënda plastëse që shkaktoi vdekjen e menjëhershme. Syri televizion ka siguruar pamjen nga vendi pas atentatit me tritol, ku duket qartë se shpërthimi ishte i fuqishëm, teksa janë dëmtuar dhe bizneset aty pranë, dhe dyshimet janë se kemi të bëjmë me ekzekutor profesionist që ndiqnin prej kohësh 58 vjeçarin. Një grup hetimor është ngritur për të identifikuar dhe kapur autorët, ndërsa janë sekuestruar edhe kamerat e sigurisë në zonë, të cilat mund të çojnë në zbardhjen e dinamikës së ngjarjes. 3 muaj më parë, djalit të Jusuf Jaçaj të riut Klaus Jaçaj i vendosën tritol në automjet, por nga shpërthimi nuk pati të lënduar në njerëz, po vetëm dëme materiale. Klaus Jaçaj aktualisht ndodhet në burg pasi rezultoni përfshirë në një ngjarje kriminale të regjistruar në 17 korrik në Sarandë, ku mbetet të plagosur me armë zjarri 2 të rinj nga Kamza, Gëzim Hajdari dhe Ernest Lama. Ishte shtetasi Ramadan Zoto që pas një konflikti për tokën në Bregdet, plagosi me armë zjarri 2 të rinj nga Kamza, ndërsa Klaus Jaçaj dyshohet se ka ndihmuar të largohet. Kjo ngjarje po hetohet si një pistë e mundshme për atentatin e mbrëmshëm në Sarandë, ku humbi jetën 58 vjeçari Jusuf Jaçaj. 58 vjeçari njihet si person me precedent penal, që para viteve 2000 në qershor 2010 mbeti i plagosur pas një sherrri me sende të forta në lagjen nr. 4 në Sarandë. Në tetor 2011 i shpëtoi një atentati me armë zjarri. Në korrik 2022 u përfshi sërish në një sherr ku arrestua një person me armë zjarri, ndërsa Jaçajt u gjet një përforcues grushti dhe u arrestua. Kohët e fundit Jaçaj punonte në turizëm, duke transportuar me skafin e tij turistë drejt plazheve.